Mirlinda Karçanaj, drejtoria e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë të Informacionit, ka ankimuar vendimin e gjykatës së posaçme për caktimin e masës arrest në shtëpi ndaj saj. Të njëjtën gjë ka bërë dhe zëvendësdrejtoria Hava Dilibashi, e cila ndodhet në të njëjtën mas. Ankim kanë bërë edhe zëvendësdrejtori i Policisë Tiranë, Erion Ismaili, pezulluar nga detyra, si dhe Andis Papa, Gzim Hoxha dhe Roger Surryta, të cilët janë në masën e detyrimit të paraqitjes. SPAK njoftoi se ky grup i strukturuar kriminal ka detyruar përfaqësues të kompanive pjesëmarrëse në tendera të heqin dorë nga ankimime duke favorizuar kompanitë e paracaktuara. Sipas hetimeve, disa administratorë kanë përdorur fatura tatimore fiktive dhe kanë kryer transaksione me kompani që nuk morën pjesë në procesin e tenderimit. Hetimet përfshin gjithashtu shqyrtimin e të dhënave të reja për shkelje të tjera penale, ndërsa SPAK po punon për identifikimin e subjekteve të tjera të përfshira në këtë veprimtari të jashtëligjshme. Masat e sigurisë dhe ankimimet e kryera pritet të shqyrtohen nga apeli i posaçëm duke përcaktuar faqen e personave të përfshirë dhe të ardhmen e hetimeve.